Një nga të penduarit e drejtësisë në dosin e njohur si plumbiar Terion Alibej ka deklaruar në gjykatën e posaçme se armët e përdorura në vrasjen e porositura prej tij i kishte marrë nga një person që e përshkruante si Hoxh, i cili vepronte në zonën e Freskut në Tiranë. Në përgjigje të pyetjeve të avokatës së të pandehurit Altin Ndoci, Alibej tha se kishte pasur kontakt me Hoxhën përmes aplikacioneve të enkriptuara EncroChat dhe Sky, dhe se EncroChat ai mbante pseudonimin Nokru. Armët për krimin I kam siguruar unë. Kam pasur një kontakt me dikoj që njihet si Hoxh në zonën e Freskut në Tiranë. Kontakti një adharsh dikujt tjetër. Me të kam folur në EncroChat dhe Sky, nuk e di emrin e tij, më dërgonte edhe foto të armëve. Hoxhën e kam kontaktuar disa herë dhe kam marrë disa herë armë prej tij. Në Encro, Hoxha mbante pseudonimin Noku, tha Alibej. I benduari pohoi gjithashtu se Hoxha ishte tregtar armësh dhe kishte grumbullim me armë, ndorsa pagesat ai kryente përmes personave të tjerë. Hoxha ishte tregtar, ai nuk kishte veç një kontakt, armët I kishte të grumbulluara. Nuk është se I blija për secilën nga ngjarjet. Pagesën e bëja unë. Lekët ja dërgoja Sandër Baos dhe më pas ai paguante. Çmimi I armëve ka variuar nga 1.000 deri në 3.500 euro. Alibej shpjegoi se përdornte aplikacionet e kriptuara jo vetëm për çështje kriminale, por dhe për të komunikuar me biznesmenë apo dhe me politikanë. Megjithse deklaroi se nuk dinte të emërtonte ndonjë politikan konkret.